Sot është dita e 6 e rinumërimit të votave për partitë dhe kandidatët për qarkun e Tiranës. Deri më sot janë hapur 651 kuti nga 1282 në total. Nga të gjitha partitë rezulton se Partia Demokratike ka marrë më shumë vota, gabimisht e ndjekur nga Partia Socialiste. PD ka siguruar padrejtisht 335 vota, ndërsa socialistët 248 të tilla. Lëvizje të mëdha votash ka dhe mes kandidatëve në listën e hapur brenda partive. Mes demokratëve më shumë vota që nuk janë të tijat ka siguruar Ilir Ali Mehmeti, plot 102 të tilla, i ndjekur nga Jorida Tabaku që ka marrë 75 vota pa merit. Edhe për socialistët ka pasur gabime, por ndryshimi vetëm është që mes tyre mund të ketë këmbim mandati. Në PS, numrin më të lartë të votave pa merit e ka ministri Ervin Hoxha me 259 vota, 128 ka Xhemal Çefalia, 127 Fatmir Xhafaj. Aty ku luhet mandati është gara me Solta Xhaçkës dhe Blerina Gjylametit, diferencë e cila është ngushtuar. Blerina Gjylameti ka fituar 1 vot, ndërsa Olta Xhaçka ka humbur 47 të tilla. Tashmë diferenca mes tyre është ngushtuar në vetëm 92 vota nga 140 që ishte fillimisht. Nëse vazhdon me këtë ritme, Xhaçka mund ta humbas mandatin e deputetes që do t'i kalojë Gjylametit.